Ramiz Bilalli është 53 vjeçar. Çdo ditë kujdeset për bagëtin, shpendat dhe kopshtin e tij, prej të cilave siguron të ardhurat për familjen. Ndryshe nga shumë banorë që ndër vite janë larguar nga Ertica, ai ka vendosur të vazhdojë jetën në vendlindje. Unë quhem Ramiz Bilalli, nëse fshatit Ertic. I kam 53 vite. Merrna zakonisht me bujqësi, nëse sa për familje për shembull. Ai e vlerëson shumë vendlindjen e tij. Sipas Bilallit, Ertica ofron kushte shumë të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, fal tokës së saj pjellore. Këtu janë se Ertic, për shembull, është vendi që është si sipërfaqe për shembull punohet çdo sen, edhe është e mirë për shembull për grun, për misër, për borxhe, për blegtori, si përgjithësi, është që ja vlen edhe me punue, edhe me jetue, edhe mos me dalë për shembull ndaj lagjet kovajt me jetue, mirë po këtu është për mundet me jetu për një familje çu duhet. Tash për shembull me ngjashësh, i rregullon për gjysore për shembull baktin, del punon për shembull rreth shtëpisë, mundesh me punu çfarë dush, nash borxhe, nash janë shkollat, janë ambulanta është, e vetmja ujin, si uji për shembull, nëse kanalizim, këto kanalet i kanë shpërnda për shembull sjell këta ministria, po tash veç u sjell se me na rregullue. Është një punë që ja vlen për shembull se nuk i kem për shembull 10 kilometra kem po dievën, ja vlen me jetu, se është për të në atë mirat. Pesëdhjetë vjeçari thotë se nuk e ka menduar asnjëherë të largohet, pasi beson se në Ertic ka gjithçka që i duhet një familjeje për të jetuar mirë. Unë për momentin jo. Për momentin jo, se kam një jetë mirë qëtu, edhe po punoj për vetë, edhe për familje, edhe është një e mirë, për shumë, se ka tënë, ajri është i mirë, për shumë, kemë tëna bukurit, Zotin a i ka folë tëna, Megjithatë, zbrazja e fshatit thotë se vëre e dukshëm, nisur nga lagja ku jeton. Para 20-30 vite, për shembull, veç me hallë të unë kom përmi 40 shtëpia. Sot janë veç në asë familje, jena që të një 4-5 shtëpia, mirë po investime ka, për shembull, kanë nisë, kanë filluar. Është restorane, për shembull, ka qarkullim mirë, janë të punu, për shembull, këj shia këtu, ka marru fermën e pula, fermën e majmeris për mesh, për shembull, është një jetë e mirë, atëherë u konë, është gjithë të tërsen se ka po qarkullim ma, për shembull, shkollat janë konë me 2 paralele në Ertic. Sot janë për shembull 30 nxënës, krejt janë krejt fshatin për shembull. Mirë po nuk e di, është çore me 2-3 lë për shembull. E bën një jetë mirë për shembull. Unë si prind për shembull me shoqe për shembull që tu fëmijë nëse njëri ka u dalë jashtë tjetër punon që tu sot është janë dalë teknologjia punon për shtëpi që tu merë tonat mira për shembull, mirë po unë po flas është një me dasht, se çdo sen ngat këtu për shembull është më kënaq njëri. Se me këtë në herën është të tërsen, se këtë në herë ka po qarkullin madh për shembull, mirë po edhe tash që janë me të pak për shembull, është një jetë e mirë, ajri i mirë, çdo sen është mirë. Edhe kryetari i fshatit, Florim Muçolli, thotë se fenomeni i shpërnguljes ka prekur pothuajse të gjitha fshatrat e Kosovës. Megjithatë, ai beson se do të ketë një rikthim. Sikur edhe fshatra tjera, edhe fshati jonë ka filluar të braktisë qysh pak më herët, për momentin është një stad, është ndërprej sene, po
është një smundje që ka kaplu edhe neve së u krejtë Kosovën. Mi po shoh sinjale që ka fillu pak jeta të kthehet një perspektivë, një prosperitet. Kemi restoranin Bioertica, kemi villa, kemi shtëpitë ndërtuara të bukura, do thotë që është një sinjal që na bën edhe të jetojmë kështu pak më të qetë, po edhe të mendojmë për të ardhmen, për shembull që besoj që do të kthehet ajo perspektiva e cila meriton Hertica. Muçolli tregon se Hertica është një ndër fshatrat më të vjetër të Llapit. Jemi në fshatën Hertic, edhe fshati Hertic është 22 km2 si territor fizik. Në verilindje shtrihet në verilindje qytetit të Podjeves, një pjesë e madhe është zonë kufitore, me kufi shtetëror Serbi-Kosovë, kufizohet me Turqic edhe Ladot Shajkoc, Surdull. Është një fshat i cili daton nga fshatrat e lagshta dhe është një fshat i cili ka resurse të mëdha natyrore, ka potencial të mirë për zhvillimin e jetës në të. Ka resurse malin, ujin, livadhet, toka është e pjellshme, ka potencial natyror të mirët me bujqësi blegtorit. Shumë qytetarëve që ushtrojnë edhe veprimtari. USAID në një test e ka qenë ndër fshatrat më të mira dhe më potencial për zhvillimin dhe kultivimin e aronis, mjedres dhe prodhimeve tjera. Do thotë që në Hertica vlen të jetohet. Për momentin janë dikon afro 40 familje me 100 e diçka banor. Ka dhe familje që nuk janë rezidente, jetojnë gjatë ditës, kanë ferma, kanë biznese. Një nga asetet më të rëndësishme është shtyrbja e vjetër në lagjen e Shehollëve, e cila konsiderohet një monument me vlera historike. Gjendemi në lagjen e Shehollëve, jemi pranë tyrbes. Kjo tyrbe është kaq e moshme, është shumë e moshme. Këtu mrena është i varrosur shehu me gjithë djalin, gjendemi në lagjen e Shehollëve dhe është një aset i fshatit i cili duhet të ruhet dhe të kultivohet, ndoshta edhe ja vlen që të jetë në mbrojtje të monumenteve të trashëgimisë kulturore të Kosovës. Po ashtu, një tjetër simbol i fshatit është xhamia e vjetër, e ndërtuar rreth 3 shekuj më parë. Nga objekti origjinal ka mbetur guri karakteristik, ndërsa banorët kërkojnë që ai të përfshihet në listën e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Kjo xhamia e cila jemi tash, është xhami dikun afro 300 vjeçare, është xhami shumë e vjetër, një ndër xhamitë më të vjetra në regionin e Llapit. Dhe karakteristikat e kësaj xhamie janë punimi, është muri me mbi 1 metër e gjysmë trashësi. Janë karakteristike është edhe vetë shihet është druni, i cili ka qëndruar kohës, po ashtu janë muralet, cilat thuhet që është dhënë një sasi e madhe arit për 1 kilogram ngjyrë. Dhe ai rezulton të jetë edhe ashtu sepse muralet ende qëndrojnë kohës. Është mbi 300 vjeç, afro 300 vjeç, mbi 200 vjeç, afro 300 vjeç dhe muralet janë sikur të punuara për një kohë shumë shkurtë. Do thotë që është një xhami e cila bashkë me klerekët e fshatit, edhe unë si përfaqësues fshati kemi kërkuar që të jetë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, si vlerë aset kombëtare, thotë. Kjo është ajo xhamia e cila ja vlen që edhe të ruhet, edhe të kultivohet, edhe të hynë në mbrojtje. Sasoj është një xhami shumë i vjetër, karakteristika e saj ja vlen. Nga tyrbja, xhamia, minjera, liçeni, gjelbërimi e toka pjellore. Hertica ka tërhequr ndër vite turistë të shumt, vendor e të huaj.